Audio Jungle. Përshëndetje me që të televizionit DTV Media dhe të emisionit Dita me ne. Po takojmë edhe sot si çdo herë tjetër, po edhe për me përfundu javën së bashku, sepse kemi nisë që nga dita e hënë dhe jemi bashkë prapë rreth 50 nga hëna në të premtën, e sot jemi mundu që javë me përmbyll faktikisht me një dua shumë të veçantë, sepse sot i kemi të ftuar motër e vëllai, për më tepër ata janë edhe binjak, kemi të ftuar Ermirën dhe Ermirin, të dy ndajnë jo vetëm lidhjen familjare, por edhe një talent të jashtëzakonshëm që është këndimi, e për më tepër ata kanë edhe të botuar edhe librin e tyre për gjitha këto kemi me folë sot me Ermirin dhe Ermirën, të cilët unë i kam këtu të ftuar. Faleminderit shumë që keni gjetë kohë sot për me ardhë këtu në studio dhe me na ndreqë edhe me na zbukuru studion. S'ka përsa. One e përmenda që ju jeni motër e vëlla, po? Edhe jeni binjak, po në kisha dash për krejt ata që ndoshta po ju shohin edhe për herë të parë, me bu ka një prezantim të shkurt. A muni me bu nga një? Po. Hajde, kush po fillon? Unë. Hajde, Ermira. Përshëndetje, unë jam Ermira Roma, jam 9 vjeqe dhe vi nga Lipjane. Përshëndetje, unë jam Ermir Roma, jam 9 vjeq dhe vi nga Lipjane. Okej, ju veni prej qytetit të Lipjanit, apo i keni 9 vjeq, që shë thatë? Po. Edhe, ja keni fillu me këndu, prej cilës mosh? Unë kam filluar të këndoj nga mosha 6 vjeqe. Dhe unë kam filluar të këndoj në moshën 7 vjeqe. Okej, edhe ti, masane, e ke pa motrën, a qysh ka ndodhë? Mas e kom pa motrën, kam dashur që dhe unë të jem i famshëm dhe të këndoj. Okej, ki dash bukon i famshëm si motra. Ermira, ti ja keni se para. Mas ja keni se para, ka zona, ty kush ta ka zbulu talentin, edhe qysh ta ka zbulu talentin? Talentin ma ka zbulu mami, kur kom këndu për herë të parë, kam qenë shumë e vogël, po njëherë nuk më ka shti të këndoj, po kur kom këndu të festa e betares, e ka vrejt që kam shumë qef të këndoj, edhe do me thonë mami e ka po. Mami e ka vrit e para, po, se të kanë dëgju edhe përbesoj tani edhe shokët edhe shoqët edhe mësuset aty për festa betares, të kanë po, a ke pas të emocione kur ke dalë për herë të parë? Kam pasur pak për jo shumë, se jam mësuar. Okej, Ermiri e kish një farë metode që pi heke emocionet. Qysh i hek të emocionet, Ermir, kalzana? Unë sa kënisht i heq emocionet duke marrë frym 5 herë. 5 herë? Nga dalë. 5 herë nga dalë. Që kjo është metoda jote, a? Okej, na e praktikojnë asë herë që kena emocione pak, po dhe me pas pak emocione, s'ka lidhja, po? Se dhe emocionet e bojnë ma të bukër, krejta eksperiencat, si për shamë dhujtë kur deni me kënu, mos me pas emocione, nuk na përçoni neve, apo publikot. Kalzoni pak, sepse unë e di që ju dy keni edhe kanga, po? Qfar kangi keni? Unë i kam 2 këngë vetëm, një e kam një qëshuri edhe një ushtëria qlirimtare. Kur jam bë bashkë me Ermirin, i kena bë edhe 3 këngë të tjera, njëra është familja ime, sukseset e mia, edhe... Qëto janë këngë që i keni, apo? Ermir, ty cila këngë pëlqen mas shumë të që i keni? Mësë shumë të mua më pëlqen kënga sukseset e mia. Okej, e pse? Qka fola të në atë këngë? Në atë këngë folim për sukseset se qëfar kemi bërë, se për shembull ne kemi botuar një libër, se qëfar kemi shkruar në atë libër. Ne folemi për sukseset e mia. Okej, folni për sukseset që i keni, a? Po nga zoni pak të shushme kënu bashkë motër e vëlla? Mirë. Okej, a përloheni jo aty nëjherë? Se unë e kom një motër e ka njerë përlohemi edhe na, po tani pajtohemi me njëherë. A ndodh edhe ju mu përloh për najsen? Për një gjëpu. Për cilën? Si për shembull mami ose babi, na blejnë një gjë të përbashkët na thujnë, mone të përbashkët sepse jeni motër dhe vëlla, por ne nuk i ndëgjojmë dhe grindemi se kush ta merr. Kush e merr? Ani kush fiton tani në fund? Asnjëri. Asnjëri. E kështu që mirë është me bashkëpunu, apo? Pak me alon motrës, pak për vete.
10 minuta, kja 10 minuta. Ani me kohë, okej. E di që edhe jo pos që i keni këngët, e përmendet që edhe shkruane, po tani të libri kemi me dalë pak ma vonë, sepse ne di që jo edhe merr një pjesë në për festivale, në për gara. Cili po do me nga kalëzu pak për festivalet? Hajde Ermiri, apo do me folë? Hajde. Okej. Unë ka marrë pjesë në festivalin Flutura dhe jemi qenë duet. Bashkë me motrën, a? Po. Jeni kom bashkë. Dhe e kemi kënduar sukseset e mia këngë. Okej. Aty ka qenë dhe shoqja jonë e klasës, sepse dhe ajo ka dëshiruar që të jetë këngëtare. Okej, do me thonë keni përformu aty. A ka pas shumë njerëz aty në për festivale kur dilni? A ka shumë njerëz? Po shumë. Okej, a ju vjen juve marrë aty kur dilni, a ju keni ikë ndoshta emocioneve? Në fillim në pak më ka ardhur marrë, por jam mësuar. Po dhe, për herë të parë, gjithë kena pak emocione, a? Edhe Okej. mua në fillim më ka ardhur pak marrë, pastaj jam mësuar me të. Je mësu. Okej, do më thonë në për këto festivalet që merr një pjesë, unë e di që do të më doke edhe bukur, apo do të më kushtu rëndësia dhe veshjes, edhe ju po dokeni shumë bukur sot. Faleminderit vete. Okej, faleminderit shumë. Kush kujdeset për juve, për më do kaq bukur? Për mu do kaq bukur, për neve kujdeset mami. Mami, gjithmonë ajo që ju rrenë në krah. A keni ndonjë preferencë, sepse e di që binjakët zakonisht veshen si njëjtë, po ju jeni motor dhe vlla. A keni qef mu vesh pak njëjtë apo jo? Pak njëjtë, po Jo krejt, jo a? bashkë. Okej. Kallëzoni pak këto eksperiencë, që shkalloni jo në për festivale? Sa përgatiteni për shembull, për para, a bëni prova kështu? Po, Okej, hajde cili po do me kallëzu, që bëni prova, a bëni bashk, a bëni veç, sa herë në ditë? na bëjmë prova së bashku, ndonjëherë e bëjmë 2 herë në ditë, ndonjëherë bëjmë 3 herë në ditë. Bëjmë prova së bashku edhe e presim në rodhën. E presin radhën, edhe mandej kur dilni aty në festival jeni gati. Po. Apo? A keni fitu ndonjë çmim, se më përshoj që këtu keni shumë çmime. Po. Okej, çfarë çmime e keni fitu? Si për shembull, ne kemi disa medalje në shtëpi. Si janë këtu krejta, keni hala ma shumë. Po. Po nuk i kanë zonë tavolina, apo? Që ta vogël që një kemi pasur më të madhe, por na ka prish. Okej, ani herën tjetër kur të veni, bëni ato tjerat. Okej, do më thonë zakonisht e merrni nga një çmim, ku do që shkani. E çush është kjo ndjenja për shembull me fitu? A gëzoni ju shumë? Hajt kallëzoni pak? Po, edhe mos me fitu, do të më ko krenar që ke marrë pjesë. Bravo, që është që kjo mendim na vyna, po se jo gjithmona kena me fitu në jetë, edhe mos me fitu nga njerë, s'ka lidhje. Sa gëzoheni për shembull ju kur e fitoni, sepse unë e pesha që keni fitu goxhashëm festivalet çmime. Shumë. Unë gëzohem shumë, ama nuk bën as mu gëzu shumë, as mu mërzit shumë. Okej, pse? Sepse shembull, ti mund është mu mërzit për ndonjë gjë shembull që nuk ke fitu, po ndonjë herë tjetër fiton, kështu që duhesh me kujtu veten që shke qenë, edhe as mos mu gëzu shumë, as mos mu mërzit shumë, edhe shembull kur fiton në njëni, me shkumja dhe dërën, uri me vendi parë. Qa është të dojtë, a? Me mirësjellje. Me mirësjellje gjithmonë. Ju jeni binjak, më kallëzoni pak, a jeni kështu të njëjtë, për shembull, a dallani? Dallojna. Zakonisht, po i shohim që edhe kështu, nuk jeni shumë të ngjashëm, jeni dy vezor, po megjithse edhe ndoshta ga e qeshura kështu po ngjasani, apo dukeni që jeni binjak. A keni diçka të njëjtë, çush i keni preferencat për shembull? Preferencat shumicën të ndryshme, por dhe pak të njëjta. Okej. Për shembull kur hani diçka, i keni shije të njëjta? Jo. Jo. Okej. Çka nuk han për shembull Ermira që te han?
Si për shembull, akulloren me çokoladë, kjo nuk e preferon qatë shumë. Okej, çfarë akullore donte, çfarë shije, Ermir? Me drezë. Ti do me drezë, Ermiri me çokoladë. Okej, e kështu për shembull muzikën, a i ndëgjani të njëjtat? Po, Njëjtat i dëgjani, ja? Për ka muzika të më thonë e keni shijen e njëjtë. po. Për ka muzika, keni naj artist ose artiste që ju pëlqen që ndëgjani, a jeni hala kështu dështa me këngë për fëmijë, sepse ju jeni hala të vegjël? Ne ndëgjoj më së shumë të këngë për fëmijë, por ndonjëherë nëse më pëlqen mua të dëgjoj këngë për të rritur, e dëgjoj Ilir Shashirin. Ilir Shashirin e ndëgjon, a? Okej, pas ke shije, Ermir. Unë e dëgjoj Shkurtë Fezën, më pëlqejnë shumë këngët e saj. E me këngë kështë pas qaf ju me bo një këngë bashkë? Më së shumë të unë me motrën ta. Me motrën ki qenë. Okej, bashkë mirë që zgjedhet njëni tjetërën, se kërkush nuk e ka zgjedh. Ajtë, apo më ka zëni qka ju pëlqenë ma shumë të njëni tjetërë, edhe qka e kishit ndru të njëni tjetërë? Më së shumë të Kush bëhet ma shumë nervoz për shambull? A Ermira, Ermire? Unë. Ermira, te? Pse prita që po thu Ermire? Okej, e ti qka i thu Ermir kur bëhet Ermira nervoz? A mundohesh me qetësu? Po, ndonjëherë kur unë bëj diçka pa dashje, i kërkoj folje, por kjo nuk qetësohet zakonisht dhe e qetësojnë. I thamë, mos e nervoza, duhet mu qetësu se çka të ndodh pa hirin. E qka bën të? A je kështu problematik? Problematik ka njëherë. Ka njëherë, a? Kështu për ju shoh që je një fëmijë shumë të edukum edhe qetë, edhe për ju përgëzoj. Më së shumë të në kanë edukuar prindërit. Prindërit, po vret, sepse edukata vjen prej familjes, aty nis gjithçka, edhe po vret që ju jeni shumë jashtëzakonisht të edukuma. Okej, Ermir te? Çaj kishte thonë Ermiret? Unë zakonisht kur bëjnë ndonjë gjë, kë bëhet pak nervoz, po janë ndëreqi, e marrë shembull gabimin që e kam bën, ndoshta kam thyer diçka, edhe i them, herën tjetër nuk kam e thy, kam e pas shumë kujdes. Ki me pas shumë kujdes, okej. E qysh do në Ermire, a do në mi blej diçka, a do në mi thonë fal, a qysh e këthante, qysh e pajtojnë? Duhet pak ko, po... I kalon, a? I kalon, është i këthyshëm. Okej, për ndalemi pak edhe tek libre, sepse e përmendëm që ju e keni shujt edhe librin Gjenit e vegjel, apo qysh jeni edhe vetë Gjenit. Kush e ka pas ndërsa idenë me shkryt edhe një liber, për pos që miren edhe me këndem edhe me muzik? Kush ka pas qafi pare? Librin e kemi pasur ide që ta shkruajmë të dëtë, Bashkë por së pari mami, sepse aja ka vrejtur që ne dim të thurim shumë mirë vjersha. Okej, edhe ju ja keni njës, pra e keni dëgju mamin, edhe e keni botu librin tuaj, Gjenit e vegjel. A u konë shumë shtirë për shambull me botu librin me shujt vjersha? Jo. Jo, nuk e keni pas shtirë. Sa vjersha janë këto? 30 vjersha. Sa i ke shkrujt e Ermir, sa i ka shkrujt e Ermire? Unë i kemi ndarë 15 Ermiri për mi bo 30. Okej, kështu që i keni ndarë baraza. Okej, cila është vjersha preferuar e Ermiret? Për mu vjersha e preferuar... Përshë që ka shumë këto. Për mu vjersha e preferuar e imja është Shoku im. Shoku im. Okej, unë s'po munde me gjithë, po t'i kalzona pak, aja ki kushtu na i shokut, a veç ke pas qap me bo? Shokut ja kam kushtu. Okej, cilit? E ka emrin Akil Kelmendi. Akilit. E pse a ki kushtu, a rreni shumë bashk, a ki shok të mirë? Shok të ngusht dhe nuk kalojmë shumë kë bashk, sepse është i zënë me kurse, por jemi shumë shok të ngusht. Okej, është shoku jo të ngusht. E qka të pëlqen mas shumë të taj? Më së shumë të taj më pëlqen sepse ai është i zgjuar dhe çdo problem e kalon. E kalon çdo problem. E çka i kishe thonë për shembull, se unë e përshoj që ti keni dëshirë me najtë bashkë, po për shkak edhe kurseve edhe shkollës, nësa s'muni me najtë shumë bashkë. Çka i kishe thonë? Në klasë jemi bashkë, në të Okej, njëjtën klasini klasë. bashkë. Po që kishit pas qaf me najtë edhe ma shumë, apo? Po. Okej, çka i kishe thonë për shembull ati? Si për shembull, nëse unë e kisha pasur këtë, unë i kisha thënë
Rre ma shumë e muaj, kishe thonë. Qaj kishe thonë? Me zërë nuk e kisha lutur, për vetëm i kisha thëmë a ki ku të lirë, mas kurseve, dhe që mund të shpenzëm kë bashkë. Ok, e qka për shambull bëni ju kur t'jeni bashkë? A lunin a i loj, a lexoni? Ose lujmë në një loj, ose zgjedhim detyra. Ok, do më thonë që shte e kaloni kohën. Ermira, cila është e jotja preferume që ke shkrujt? E imja e preferuar është familja ime. Ja kam kushtuar familjes këtë vjesh. Sepse, për marrë shembull, familja të edukon të arsimon, edhe nëse friksohesh nga diçka të ndihmon të kalosh problemin. Që ja ke kushtu edhe familjes. Po mu Ermirim të regoj që t'ja ke kushtu një vjesh edhe babet, apo? Ok, që ka titullin? Herojem. Heroj e. Pse ke kushtu babet? Qa ka buaj? Ja kom kushtu babit, sepse ka qenë ushtri, edhe e ka mbrojt Kosovën. E ka mbrojt vendin. Ka qenë ushtara në UÇK dhe ti ke pas qef me ja kushtu. A e ka lexu babi vjershën, a e ka pa? Po. Ok, a i ka pëlqy? I ka pëlqy shumë edhe ma ka bë faleminderit shumë. Tu ka falenderua. E Muhamet, a ja keni kushtu? A jo? Për momentin, jo, për në librin tonë të ardhshëm presim. Ok, se po doni me bo dhe një libër tjetër, a? Ne do të vazhdojmë. Keni me vazhdu me libra, në super, më po vjen shumë mirë që për ndëgjaj. A ka më kun me vjersha, apo me tregime? Me tregime. Tregime, më së shumë të. Ok, po doni me ndryshu pak, me tregime. Po me tregime është ma gjatë me shkrujta, keni mu lodh pak ma shumë. Po mund të kalojmë. Mundeni me kalu. Për shumë, çfarë tregime kishit pas qef aty me shkrujt, për kënë? Si për shembull, unë tregim në por për shion. Për shion. Pse, a të pëlqen shio a jo? Po, më pëlqen sepse zakonisht prindërit kur kemi qenë të vegjël, na bëjnë shiu nuk të bën asgjë për të rritë. Shiu të rritë, apo? Edhe ti kishe pas qef me shujt për shion. Ermir, ti për qa kishe pas qef me shujt? A ka diçka që të pëlqen ty? Unë po, mu më pëlqen shumë natyra, edhe kam shumë qef me shkru histori rreth, si për shembull që tregojnë diçka, një ndër to është pipigami. Ok, qa është pipigami? Pipigami është një lloj zogu, e ka sqepin sikur flutura, e ka të hollë, sikur pipës, për mja marrë nektarin lulev. Ok, edhe ti kishe pas qef me shujt për këtë zogën, a? Po. Ok, e ki dëshirë ma shumë ka natyra. Po nëjse, edhe Ermiri me shion gëgja e lidhë. Kështu që jo ma shumë po keni qa mu fokusu nga ajo pjesë. Ok. Unë po kam qef me ditë që shre keni jo një ditë zakonshme. Kur qoni mëngjes, shkon edhe në shkolla, po? Ok, në cënë klasë jeni? Në të katërtën jemi me një klasë të detë. Jeni me një klasë të detë, po? A ka lënë një mirë atë? Po. A jeni ullë bashkë në bankë? Jo. Jo, okej, pse? Sepse mund të grindemi. Edhe si për shembull mund të bisedojmë shumë me njëri tjetrin. Po, se jeni ma të lidhër, a? Ani mirë që aty nuk jeni bashkë, sepse mundeni me folja dhe me bo meqë të tjerë, me bo shok dhe shoqet të tjera, po? Ma ndejnë shpe jeni gjithmonë bashkë, po? Ok, a keni na i lanë që keni ma shumë qef, që ju shkanë ma shumë aty të shkolla? Cilën e kjerëmer? Unë më së shumë të e kam artin. Artit pëlqen, a dhe me vizatu? Po. Mirë dhe Kam me disa vizatu? vizatime në shtëpi. Ok, pse s'na ki silë me po dhe na? Si të pytje edhe më herët. Ta kam bu ma herët, a? Po, ma ka bërë më nësh me silë. Ok, kështu që mundesh edhe te mi sjela? Po. Me ti po dhe nafë që shvizatojnë. Qa ke qef ti me vizatu bas shumë ti? Më së shumë të kam vizatuar filma vizatimor. Filma vizatimor. A këshu shumë filma vizatimor ti? Po, ato kanë një domethënie, por dhe disa nuk kanë. Ok, a kina i kështu film na i serial që ki qef ma shumë vizatimor? Peter Pan. Peter Panin e ki qef, ok. Ermira?
Mua më pëlqen që është një Wendy. Wendy, okej. Çka bëhet fjala aty? Aty është një pjesë e Peter Panit. Okej. Është ajo shoqja e Peter Panit, apo? Se na pëlqen të dyve njëjti film. Okej, dhe çfarë do më thënë ka Peter Pani? Peter Pani më së shumti do më thënë ka se ne nuk duhet të A shkon aty te ajo bota ku nuk rritet aja, po? Që ka gjithmonë qef me nejt I vogël, apo? dhe gjithë të ndërraj. Okej, të ndërrajnë gjithmonë. Do më thonë, ju shkoni në shkollë, hajtë kalzonani një ditë zakonshme, kur qoni në mëngjes, çka bëni, deri kur bëni me flajt. Kur gjohem në mëngjes, njëherë e pastroj fytyrën, edhe vishem bëhem gati për shkollë, pastaj e përgatis çantën me orar, edhe pushojmë pak, I rregullojmë krevatet, dhe më pas kur nishemi në shkollë, e dëgjojmë mësuesin kur na I bën disa pyetje, I japim përgjigjet, edhe kur të vina në shtëpi, pushojna pak, më pas I përfundojna detyrat, pastaj kemi kohë të lirë të dalim, të pikturojmë, vizatojmë, e shumë gjëra të tjera. Okej, po fillimisht, do më thonë I mbaroni detyrat, tani keni kohë për gjithçka, a? Okej, e ty cila lojë të pëlqen Ermira? Mua më pëlqen gjuha, se kam qef me lexu tekste, si për shembull kur lexoj tekste më duket sikur jam tu shiku film. Do më thonë qatë shumë të pëlqen ty, a? Gjuha shqipe të pëlqen mas shumë te. Okej, unë e kisha pas dëshirë, se po kthehemi pak te këndimi, me ju ndëgju nga pak edhe jo që shpo këndoni. Cilën këngë po doni me na këndu pak? Kënga quhet Lule Bora, edhe është shumë e bukur. Është e ndorë në 2 strofa, kjo të parën dhe unë të dytën. Okej, do më thonë po fillon Ermira, tani Ermire. Okej. A je gati? Po. Okej, kur do të që dënte, mundesh me fillu. Një pikë shiu I rodhi mbi faqe, lule borën e mashtroj, nxorri kokën me të shpejtë, tu mendu se dimri shkoj. Nxorri kokën me të shpejtë, tu mendu se dimri shkoj. Kur pa prit mas filloi era, mire tundi nga çdon, sa u hidhrua lule mjera, por me të zdeshi me u zon, por me të zdeshi me u zon. Bravo, ju lumt, shumë bukur po këndoni. E çka ju pëlqen më shumë te kënga, te muzika? Më së shumti mua më pëlqen si tingëllën ritmi këngës. Si tingëllën? Mua më pëlqen zhurma që krijon, më pëlqen më shumë e qetë, sepse është shumë e bukur. Edhe ju relaksana, kur ta ndëgjojnë anaj muzikë edhe na pushojnë, e keni vrejt? Okej, a këndoni ju edhe të shtëpia shumë? Po, edhe të shtëpia këndojmë. Okej. Unë ma shumë kur kam kohë të lirë, edhe duke I rregulluar flakt, kam qef me rregullu I zobiste. Ti pas ke flokë shumë të mira. Po. Okej. Hajtë kalzona dhe neve që shumë I rritë flokë, që shumë I bo ka është bukra? Nuk kam ndë një metodë, por Më kujdes ma shumë, a? më kujdes. Si që thënë disa njerëz, nëse luftan me flokët e tu, luftan me veten. Okej, se pas na dëgju. Shumë e bukur ke. Ermira, të pëlqen ty diçka tjetër për shembull përpas muzikës edhe me shkru edhe që e përmendë artin. A keni qef ju kur të rriteni mu bo këngëtar, a mu bo poet, a qa keni dëshirë mu bo? Për mua nuk kam vendosur ende, por në të ardhmen pres që ta zbuloj. Okej, ka kohë po besoj, a? A ka diçka që të pëlqen tjetër? A të pëlqen ai sport, a të pëlqen futbolli? Futbolli të pëlqen, okej. A kishe pas qef? Unë jam në një grup. Tani jam në një grup. Në cilën je? Në Ulpian. Je në Ulpian, aty po shkon më ushtru, a?
Okej, sa herë në javë të shkon aty? 3 herë në javë. E pse e ke zgjedhur futbollin? A të pëlqen ai klub, a të pëlqen ai lojtar, a ke qef veç kështu si sport pëlqen? Me pëlqen një lojtar. Okej, e cili? Cili lojtar të pëlqen? Më së shumë të Ronaldo. Ronaldo. E po, ku është ai tash, ku luan, në cilin klub? A është në Arabi dikon, a? Në Portugali. A në Portugali është, a? Okej. E tash ai a ka me dalë në penzion a heq? Se di për moment. Se i ka bu do vjetë. Të më thënë ty të pëlqen Ronaldo. Messi a të pëlqen ajo? Cili është ma i fort për ty? Për mu, ma shumë të Ronaldo. Ronaldo, a? Gjithmonë Ronaldo. Ermir, ty çka të pëlqen? Ti çka kishe pas qef më bu kur të rritesh? Asun akoma se kam vendosur sepse kam shumë profesione. Ki shumë profesione, a? Shumë talente. E me të thonë për shembull me zgjedh ose këngëtar ose me shkrujt, cilën e kishe zgjedh? Nuk e di, e kisha zgjedh këngëtarin. Këngëtare, a? Kishe shku me këndimin. Termer, cilën e kishe zgjedh? Dhanë këngëtarin. Edhe ti këngëtara, po? E kur të rriteni bashk, a keni me këndu bashk, a veç e veç keni me këndu? Në për koncerte, për shumë, kur t'ju thirrën, a shkoni bashk, a veç e veç? Shkojmë bashk. Në këtë mosh bashk, për në të ardhmen spritet, ndështë ndohemi. Ndështë ndoheni, a jo, në po, raj që s'keni mu ndohë, keni me najtë bashk, apo? Se shumë bukur mi ju po bashk, të motor e vlla. Faleminderit. Pak dallojnë. Po, vdallone, po, jeni me gjithatë motor e vlla, apo? Po. Oke, e filmat vizatimor kështu, a i kështu një bashk, për shumë, a i pëlqenit njëjtit? Disa na pëlqejnë që i kemi të njëjtë, po disa s'na pëlqejnë. E qka bëni mas shumë t'i bashk? Qka ju pëlqen me bo mas shumë t'i bashk? Më së shumë të bashk të vizatojnë. Me vizatu, okej. Tjetër? Tjetër kur luajmë ndë një loj, edhe na pëlqen kur rrim së bashku. Kur rrini së bashku? E për shembull kur ndoheni pak, a jeni ndohena herë kështu bashk? A ka shku për shembull të dojt me bujt në herë Ermira Sukona, gjithë bashk? Po. Gjithë jeni bashk? Po. Okej, e kur s'jeni bashk, a ju mungën? Gjithë bashk, ndonjëherë ju, sepse kur kam qenë unë në moshën 8 ose 7 vjeçare, motra ime ka pas qef të shkoj të gjyshja, kurse unë të dojtë. Okej. A keni mujt tani me najt pa njëni tjetrin, ajo ka marrë male ajo? Jo. E që ka marrë male? Mua më ka marrë pak malli se diqysh më ka mungu me ka me Ermirin, se jena shumë të afërt me njëni tjetrin edhe shembull një aktivitet mos me bën njëni tjetri thot hajde shkojna e bëjna bashk. Po do se thot pse s'm ke prit mu? Apo? Në fillim unë s'm ka rrëk malli për Ermirin, për Po tani po, a? pas gjysmë ore unë kam qenë me babin, ose me mamën nuk po më kujtohet, dhe ja kom lutër babit ose mamit, a mund të shkojmë të Ermira, a mund të shkojmë të Ermira. Okej, po do më thonë edhe ti vit gjysore tani të pas ka marrë male, apo? Më shumë se gjysmë ore nuk Nuk mëni me najtë pa njëni tjetrin, a jeni mësu gjithmonë me najtë bashk. Okej, a keni dëshirë dhe diçka tjetër me na këndu, se po këndoj që te për bukur? A doni me këndu edhe diçka tjetër? Hajde, qka po doni? Ndonjë këngë anglisht, na pëlqejnë disa që i përmendëm nga fillimi, është një Dance Monkey. Dance Monkey. Hajde, cili po doni me fillu? Unë. Hajde, qysh doni, qysh e keni bojo? Okej. Hajde. E se, oh my gata, si duhet ki shine. Take your hands, Adi, and look me in my eyes. Just like a monkey, I've been dancing my whole life. Are you just there to see me there just one more time? Ooh, I see to every time. No, my eyes, I don't sell. Ooh, you make me wanna try.
Are you just there to see me there just one more time? Say, this for me, this for me, this for me, oh, 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 oh. Are you just there to see me there just one more time? Ooh. Ej, te për bukur po këndoni, unë ta kisha ditë ma herë, ty kisha shti me kënu qëta. Po, si na mësu shumë mirë të këndojmë anglisht. Ja, valla, ta perfekt. gatrojmë. Perfekt po dene, shumë bukur po këndoni. Faleminderit. Edhe unë kisha thonë gjithmonë heq mos më ndalë, gjithmonë me vazhdu me këndimin, me muzikën, po edhe me shkrimin, pse jo, po për me kënu, sepse po këndoni jashtëzakonisht bukur. E përmendet që keni disa prej artistëve që i ndëgjani këto. A kishit pas që me pas na i bashkëpunim, për shembull Ermiri me Ilir Shaqirin? Ermir? A me kënë kishe pas qef në i këngëtar me bo një duet tim? Një duet kisha pas qef me Ilir Shaqirin. Me Ilir Shaqirin. Ermir? A ju Unë kishe bashkan gjitë edhe ti bashkë këtynve dëve? Okej, po Iliri zakonisht kënon këngë patriotike, apo? Për Kosovën. Për Kosovën. A kishit pas edhe ju dëshirë që ashtu na i këngë për Kosovën? Në të ardhmen, po themi? Po, kishëm pas qef me këndu në këngë për Kosovën, edhe mja kushtu shtetit tonë. Mja kushtu vendit, apo? Titullin do t'ja kisha lënë Kosova ime. Kosova ime, qefshë, Ermiri minjarë me një titull ardhë. Shumë ide e mira, Kosova ime. Shumë ide e mirë. Po, na me qenë se jemi tash edhe drejt disa minutave të fundit, unë e kisha pas qef që për juve me ndëgju qëfar do mesazhe që keni edhe për fëmijët, për shembull që kanë qef mu bo këngëtar, a është shumë vështirë mu bo këngëtar? Jo, Nuk Okej. është vështirë. vetëm duhet një ose dy rregulla. Cilat janë ato rregullat? Për shembull ata fëmijët që po ju ndëgjojnë, që mi ditë ata mi mësu. E para të mos të ketë frikë nga skena, dhe e dyta t'i përballoj të gjitha problemet. Çto janë dy rregullat, a? Po. Okej, ju a i keni kry këto rregullat, apo? Po, i Do kemi. të thonë jo, i keni përballu skenës. Se nëse nuk mënesh mi u përballu skenës, nuk mënesh mu bë këngëtar, duhesh mu mësu njëherë. Okej, ty po të shohim që i keni kuror. Po. Si princesh. Okej. Nga ka ardhë kurora, a vetë këtë dëshirë me vënu? Kurora ka orë se ka marrë pjesë me një garë të modelimit, të Eda Web, e kam zënë vendin e tretë, Okej. e Miss Kids, edhe nga këtu ka ardhë edhe kurora. Okej, ke fitu ti vendin e tretë. A je gëzu shumë se kurorën e pas ke shumë të bukur? Faleminderit, po jem gëzu shumë, jem gëzu. Kujti ka dhënë ju të partë që keni fitu? Te kush shkoni të partë mi qafë? A shkoni të prindrit? Po, Okej, qka ju thojnë ata? E janë ata krenar? po na thojnë bravo, e ke bërë shumë mirë, ke kënduar shumë mirë. Ose të lumt, a ke pasur frikë nga skena dhe disa pyetje t'i bëjnë. Okej, do me thonë ju përkrajnë ata gjithmonë, a? E kështu për shambull shokët në klasë, shoqet e klasës, a e din ata? E din që këndone? E qka ju thojnë ata? Ata na thojnë Po këndon shumë bukur, Ose- e keni zërin shumë të bukur. mëse shumë të na lavdërojnë. A ju shtin ata në herë aty me kënu në klasë? Po, Mësuese në lëndë, po. Po, gjithmonë ju shtin me këndu, a? Se se din që i keni zonat e bukur. Ne i kemi bërë dhe disa këngë me mësuesen, me një grup. Okej. I bëni kështu për festa, apo veç e keni klubin aty që klubin muzikor, po besoj, a? i bëjna edhe për festa, po Për të dyjat. Edhe për klub. Okej. A lodheni për shembull ju shumë kështu gjatë ushtrimeve? A keni dëshirë ndoshta me zispretni me ushtrua, me këndu? kemi shumë dëshirë, i bëjmë e vetë dëshirë, edhe po flasë për vetën time, sa herë të këndaj, më duket vetja si kur po fluturoj. Okej, që kjo ndjesia që ta jap këndimi, a? E Termir ç'është ndjehesh? Unë gjena mirë dhe kur këndoj më duket vetja që jam duke kënduar në koncert. Në koncert. Kur të rriteni, a keni qafi me këndu këto në Kosovë tek ne, apo pse jo edhe në për botë, në për vende tjera?
Qysh keni qef? Edhe unë kam qef edhe në përbot në për vende tjera, që mi mahnit të gjithë me këngët tona. Mi mani. E Termer, qysh kështë pas qef? Unë se pari në Kosovë, dhe pastaj të mësoj dhe gjuhë të tjera që të bëj dhe këngë. Edhe këngë në gjuhë të tjera. A ka nëj vend... Okej, që kjo është planit që e keni, a? A ka nëj vend që kështë pas qef me vizitu bashkë, me këndu bashkë atë? Po. Okej, cilën? Unë kam posër brenda Kosovës. Jo, jashtë Kosovës, po dhe brenda, pse jo? Në mëse shumë të kisha posër qef në Prizren. Në Prizren, pse? A të pëlqen Prizreni kështu si qyteta? Po. Po, qyteti madh, Mëse shumë të kaloja Prizrenit se e njëhet ndër nga qytetet më të lashta që i kemi, ama historike. Më të vjetër. Më të vjetra. Okej. Te Ermira, të pëlqen, a kështë dashtë për shembull si Ermirin Prizren? Po, edhe unë kisha dashtë në Prizren, se të dyve na pëlqen shumë kaloja e Prizrenit, edhe pe marrë një shembull me bo me hyp në atë, duket sikur i e duke parë të gjithë botën. Krejt botën, a e shatë që se është lartë kaloja. Edhe ti e ki kurorën si princesh. Unë ju falenderoj shumë që jeni konë sot këto dhe e keni zbukuru edhe emisionin tonë. A keni me bu na i falenderem për shambull për fund? Na i mesazh? A që shpo dani? Do një mesazh. Hajde, një mesazh po thotë të Ermire. Nëse për shembull jeni gjeni, si kur libri ju në gjeni të vegjel, Po. të gjithë fëmijët mund të jenë gjeni. Krejt mund të jenë gjeni, Edhe nëse janë në shtetet e ndryshme, apo në vendet e ndryshme. Vetë që do të me punu shumë, apo? Do të me mësu shumë, i bo detyrat edhe mi ndëgju prendrit mësuasit, apo? Ermirte? Une i kisha thënë të gjithëve fëmijëve që të ndjekin ëndrat e tyre, edhe të shohin vetën ku janë më të mirë, të zgjedhin atë profesion. Ta zgjedhin vetë. Unë ju falenderoj, a petë shumë, se krejt na keni knaqë sot dhe i keni zbukuru edhe skenën, edhe emisionin, edhe krejt, edhe na për juftojna kur do që e shkruni ose librin tjetër, ose kur do që qëtë një këngë të tjera. Faleminderit shumë. Unë për ju falenderoj juve për ftesën. Faleminderit shumë për ftesën. Faleminderit edhe juve që një konë super të mirë. Faleminderit. Herën tjetër që do të vinë në emision, nuk do të harrej dhe do t'i marrë dhe vizatimet. Ani mos harroja, se e kena këtu të rekordume, kështu që nuk e harrojna na. Faleminderit edhe njerë shumë. E shiku se dashur, ishte kjo intervista me binjakët Ermirin dhe Ermirën, po shpresoj që ju edhe sa do pak si ne jeni kënaqur me momentet që ata na kanë sjellë, sepse kanë qenë goxha simpatik. Faleminderit që gjithmonë jeni me neve, ne shihemi bashkë këtë hënën, ku edhe nisim javën e re. Faleminderit nga unë Diora, mirëmbëjtje.